حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول إمام الطحاوي رحمة الله عليه: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. Falënderojmë Allahun e madhruar te bareke ve teala dhe bim salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Imam Tahawi rahmetullahi alaihi, edhe besojmë për dënimin e varrit për atë i cili meriton. Besojmë për pyetjen apo llogarin që e japi vdekuri para munker vë nekir, këtyre dy melaçeve në varrin e tij, për Zotin e tij, fenë e tij dhe pejgamberin e tij. Ashtu që kanë ardhur lajmet nga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhe nga sahabët radiallahu anhum. Gjithashtu besojmë se varri është kopsht prej kopshteve të xhenetit, apo është grop prej gropave të xhenemit. Edhe kjo pjesë e cekun këtu nga Imam Tahawiu është pjesë prej pjesëve të imanit të ehlis sunetit dhe xhamatit, që të gjithë musliman të ehlis sunetit që ka janë konsenzus në ujdi, janë unik se dënimi i varrit, po dhe shpërblimi në varr është hak, se jeta në varreza është hak, dhe se jeta në varreza është tjetër nga ajo natyrisht e kësaj dynjaje. E jeta si jetë është jetë e kësaj bote, jeta në botën tjetër që është në barzakh, quhet hayatul barzakh, jeta në barzakh pas të vdes njeriu, dhe jeta në ditën e kiametit pas të ringjallen njerëzit. Në këtë rast e kemi fjallën për jetën varreza. Siç pa thot kë, kanë ardhur e hadithe të shumta dhe të shumta dhe të shumta që mrin shkallën e mutawatir, dhe me thonë është e pamundur mi përgënjeshtru nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe kanë ardhur gjithashtu nëpërmjet sahabëve radiallahu anhu. Në vazhdim, kjo është edhe me Kur'an, do të cekom disa argumente të cilat e vërtetojnë jetën e varreza dhe e vërtetojnë edhe mënyrën, apo sqarojnë mënyrën e daljes së shpirtit të njeriut nga kjo dynja. Allahu na lehtësoft. Thot Allahu azza wa jall: wa haqa bi ali fir'auna su'ul adhab النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. Dhe Firaunin e përfshiu su'ul adhab, dënimi keq, e nuk ka dënim të mirë. E çfarë dënimi keq o Zot? An-nar, zjarri, të cilët i paraqiten atina sabah dhe akşam. Zjarri i godet Firaunin dhe familjen e tij,
në sabah dhe në mbrëmje. Kur në jetën varreze, qysh e ditëm, e dim sepse Allahu po thot vazhdim, wa yawmul qiyame, e kur vjen dita e kiametit, atëherë ne themi, adkhilu ala Firauna ashadda al-adhab, fotnë familjen e Firaunit në dënimin më të dhimbshëm. Atëherë, pra ku është ai dënim para tina, është në barzakh, në jetën varreza, nuk mund kuptohet ndryshe ky ajet kuranor, përpos që Firauni mallkuar dhe familja e tij dhe pasuesit e tij dënohen në varr, edhe se ky zjarr i paraqitur apo i cekur nga i madhi Allah Azza wa Jall në surën Ghafir ka për qëllim jetën, dënimin e varreza e që është jetë e veçantë, ajo në varreza. Ka dhe jetë tjera, por kjo është më i qartë e përsa i përket haditheve të pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, thamë se ato janë të shumta, e që më i gjati dhe më i sqaruar e i qarti dhe më i prekshmi është hadithi i Al-Bara ibn Azib, ky shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e transmeton këtë hadith shumë të prekshëm për çdo zemër të muslimanit. Thot kemi qenë në njërën prej gjenazeve duke varrosur në varreza të Medinës, të pregadit vorrin për me fut gjenazën në varr. Dhe na erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ne ulëm dhe pejgamberi ul bashkë me ne rreth. Dhe sikurse ne ishëm shumë të shqetësuar, sikurse në krytet tonë me pas shpes, është mënyrë figurative me bo me livrit shpesa qohet. Pra ishëm të hotuar, të shtanguar, ishëm prekshëm, mërzitshëm. Wa huwa yulhadu lahu, ndërsa njeriu ju bën të venin varr me fut. Dhe kështu do të më qenë gjendja e muslimanëve e xhamatit kur të varrosëm diken, me qenë si të shtangum, pra me harruat dynjan, me mendu se qaj ven është edhe ven i yt, edhe shtëpia jote, dhe vend banimi yt, e çka të pret aty, nuk po e din, por ki me marrë vesh, andaj preku prej asaj ndodhia apo prej këtij vendi, në të cilën jetash dhe për asaj shtëpije që kemi u futën te. E pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: "A'udhu billahi min adhabil qabri 3 marrat", 3 herë radhazi, "A'udhu billahi min adhabil qabr, a'udhu billahi min adhabil qabr, a'udhu billahi min adhabil qabr". O Zot, rum prej dënimit varrit, o Zot, rum prej dënimit varrit, o Zot, rum prej dënimit varrit. Zotën edhe namaz ka bodo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me rujt Allah prej dënimit varrit. Me rujt prej dënimit varrit. E pastaj ka thonë: "Innal abdal mu'min rabbi musliman". Kur t'i vije koha me u drejtu prej ahiretit dhe m'ja kthy shpinën dënjas, erdhi koha. Kur t'i vije koha, do më thoni vije gjelit de facto, i zbresin atina me lache. Dhe ato me lache janë sikur se në fytyrat e tyre me qenë dielli, pra ju ndriqojnë, ju qesin nuri, ju bojnë nuri fytyrat e tyre. Me ato me lache ka kefen min ekfanil gjenne, wa hanutun min hanutil gjenne. Ato me lache që kanë zbritur tashme për presin momentin e fundit, qëntën e sekondës, nëse mund të themi, për mja afru robit Zotit e mja marrë shpirtin, me ato me lache, ato marrën me veti një qefin
prej qefinit gjenetit dhe marrin aromen, parfimin që zakonisht me to pështillet edhe lyhet i vdekuri për me ardh era e mirë, e që është edhe sunneti pejgamberit alayhi salam të vdekurin me parfumos, me parfum të mirë, para se me shtinë dhe me ardh era e mirë kur takohet me melaqet e Allahut azza wa jall. Dhe ato melaqe i ulen gjithsesi të qëndrojnë njeriu të larg sa që sheh syni njerit larg. Pra nuk e afrohen njeriu me njëherë drejt për drejti, por i rrin larg karshi. Pastaj afrohet melaqja e vdekjes. Afrohet melaqja e vdekjes që është kryesorja, edhe i afrohet të koka të kryt e tina. Tashmë ai dohet m'ja marrë shpirtin. Edhe i thot, ja ayyatuhan nafsu at-tayyiba, o ti shpirti mirë, del. Ila maghfirati min Allahi wa ridwan, del në falje të Zotit. Von ridwan dhe knatësi të Zotit, se Zoti është i kënaqur me ty. Sepse ke punu për Allahun azza wa jall. Dhe ke meritu knatësinë e Zotit dhe magfiretin, faljen e Zotit është i kënaqur, dhe hajde tash me shiju atë rahmet Allahut dhe atë magfiret Allahut dhe atë faljet Allahut. Dhe shpirti thot del, pastaj qysh del kimja prej të lynit. Qysh del? Ka dale, ka pas një problem del jashtë. Dhe e merr, dhe marrin atë shpirt, nuk e lojnë me prek në tokë, e marrin me laqet të cilat janë shoqëruse dhe kanë qefinin me veti. Dhe fusin në atë qefin, dhe me atë aromë të mirë. Dhe i vjen era atina e mirë, nuk ka erë më të mirë në tokë se sa që i vjen. Muslimani është i mirë, edhe aromen e ka të mirë, është i mirë i gjallë, edhe është i mirë edhe kur të vdes. E marrën atë shpirt, edhe futin atë qefin, edhe ngjiten përpjet drejt qiellit, lart të Zoti i shpirtit. Dhe nuk kalojnë, thot pejgamberi alayhi salam, rrugës të shku për qiell larg, e që nuk takojnë grupe me laqesh, sepse me laqet grupe vinë dhe grupe ngjiten lartë. Dhe me thonë këtë hapësir të madhe deri në qiell, ka me laqet të cilat ngjiten dhe të cilat zbresin dhe ndërkohë grupe ato. Edhe këtu me laqet që e kanë marrë këtë shpirt, tash i takojnë rrugës ato grupe me laqesh. Edhe sa grupe me laqesh takojnë, ato thojnë, çka është ky shpirt i mirë? Kush është ky shpirt i mirë? E vrejnë që ko ka shpirt i mirë dhe era për vjen i mirë. Edhe këto me laqet që e kanë marrë shpirtin, thojnë, kjo është filani, biri filanit. Me një emen, prej emnave më të mirë që ai ka pas në këtë dynja. Edhe kështu radhazi, të përshëndet grup pas grupit me laqev, derisa të shkojnë të qielli i dynjas. Dhe në qiellin e dynjas, lypin leje mu hap dera e qiellit dynjas, sepse çdo qiell i ka dyrë të veta. Dhe u hapet qielli i dynjas. Edhe përshëndetin me laqet e qiellit të dynjas. Dhe radhazi kështu përpjeçkojnë deri te qielli i dytë, edhe ai hapet, lypin leje me hap, edhe me laqet e qiellit të dytë e përshëndetin. Edhe tretat, edhe katërt e qiell, edhe të pestet, edhe kështu me radhë, derisa të shkon shpirti i robit Zotit musliman, shpirti muslimanit në qiellin e 7, ku dhe mbite është i madhi Allah te bareke wa ta'ala. Atëherë Allahu azza wa jall u thot me laqeve të tij,
Uktubu kitab abdi fi illijin. Shënania vendin e robit tim në illijin. Illijin është xheneti më i nalt. A këte mu ma këthenin tokë, sepse prej sa i kam kriju, në te kam e i këthy, dhe prej sa i kam e i rinjall sërish, me nxjerrë edhe një herë. Leq pra ka bo, prej tokë i kam kriju në këte me i këthy, në tokë. Dhe, thot pejgamberi në vazhdim, fëtuadu ruhuhu fi jasadihi. Edhe tash me laçet atë shpirt që e kanë quë larë në qiellin e 7 zbresin të poshtë, duke ndëru dhe respektu dhe fusin trup të njeriut. Gjatë kësaj kohë, tash kjo është hadithit, gjatë kësaj periudhe e shkurt apo e gatë, trupi njeriut është pregaditur dhe është fut në varr. Do me thonë, nuk vijet trup, nuk kthehet shpirtin trup para se mu fut trupin varr. Ta vend takimi i trupit dhe i shpirtit pasi del shpirti prej trupit është në varr, sepse aty dohet me u fut shpirti e me momentin që futet shpirti tash vje edhe futen me laçet në varr tjerat. Edhe fillon llogaria. Pra gjatë kësaj periudhe sa është trupi pa shpirt, edhe trupi jashtë varrit të fjala është pa shpirt. Le të qëndron sa të qëndron, me momentin që o futën varr, i futet, i asillin me laçet shpirtin dhe i futet shpirti në trup. Fejetihi melekani fejgjlisanihi, dhe atina i vin 2 me laçe, që është Munker o Nekir që ke ma herët fillim atje dhe e ullin që ullo. Dhe i thojnë atina men rabbu kush o Zotit. Gjatë kësaj kohë tash është mlu njeriu me dhej. Shna vjen e hadith tjetër tash. O mlu njeriu me dhej dhe halepa e krye dhejun krejt dhe halepa është përnda njerëzit pas e kanë mlu, atina i vinë me laçet dhe ndodhë që ke qapo ceket hadith dhe fillon robi Zotit me u llogarit. Pra të 2 me laçe i thojnë robit Allahut muslimanit, të krejt fjala këtë. Men rabbuk, kush o Zotit, la ilaha illallah. A i thët, Zoti jam është Allahu. Zoti jam është Allahu, e njeriu nuk ka zot tjetër pas Allahut azza wa jall. E pastaj i thojnë, cila është feja jote o ma dinuk. Dhe a i thë dini e l'Islam, feja jam është Islami. Ne kemi zgjedh dhe kam pranu me dëshirë. Dini, feja jam është Islam. Dhe i thojnë, që ka thu për këtë njeri i cili është dërguar të jo, është fjala për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe a i thët, aja është Rasulullah, pejgamberi Allahut azza wa jall. Pra ja lehtëson i madhi Allah këtë përgjigje ati robi cili ka besu Zotin hak në dunja. Edhe ka qenë musliman dhe është krënu me këtë din, edhe ka besu pejgamberin Muhammedin pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojnë pyetjet e me laçeve. Wa ma ilmuk, e qa ke boti për këtë din? Qa ke marrë vesh për këti dini? Dhe qa ke punu me këtë din? Thotë robi Allahut, e kam lezu librin të në Zot, librin e Allahut. Thotë me laçeve kam lezu librin e Allahut dhe kam besu. E kam besu, kam di që është hak, krejt që kante. Atëherë, thërët një za prej qiellit, në sadaka abdi, robi jem, e tha të vërtetën. Fë afrishuhu min el gjenne, tash vjen gjezaja, shpërblimi Zotit, për te në varë.
Shtrënja një shtrat e robit tem, një shtrat gjenetit. Waftahu lahu baban ila al-janna. Edhe hapnja një derë robit tem ta shef gjenetin, vendin e vet ku ka me shku. Pastaj thot pejgamberi, edhe i vjen atina prej gjenetit, prej erës, aromës të gjenetit, edhe kënaqet me te. Gjithashtu, tash edhe një mirë tjetër e ranë hala. Wa yufsahu lahu fi qabrihi maddu basarih. I zgjerohet atina vorri sa që syni njerit larg. Pra, i shtrohet një shtrat i gjenetit, i hapet një derë e gjenetit, i vjen atina prej aromës të mirë të gjenetit dhe knaqet me te, 3, i zgjerohet vorri i tina sa të syni njerit larg, 4, dhe në 5, i vjen ati një njeri me një pamje të mirë, të bukur, edhe me tesha të mira, edhe me aromë të mirë. Edhe i thot këj vdekure ati njeriu me këtë pamje të mirë. Në realitet, a i thot këti të vdekure, ebshir, myshde për punë të mira, se kjo ditë është dita që ti je premtu për te. Myshde për atë që atë gëzën. Tash më mërzin nuk ke. Kjo është dita hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Kjo është dita që ti je premtu. 30 vjet, 70 vjet. Të ka premtu i madhi Allah sa ke qenë gjallë se premtimi Zotit është hak. Se shpërblimi Allahut është hak, se dini Islam është hak, se Korani është hak. Dhe ti ke besu, ke jetu me këtë premtim të madhit Allah, ta njetën dhe ja dita e parë, me shiju premtimin e të madhit Allah, Azza wa Jall. Ky thot, e kush jeti, që fytyra jote po jep sinjal të mirë, me lajme të mira, po tregon që fytyra e hajrit. Edhe ky njeri thot, ana amaluka salih, unë jam puna jote e mirë. La ilaha illallah. Unë jam puna jote amelet i mirë. Pra që të vepër të mirë që ke bon këtë dynja, formohet në forët njeriut dhe vjen natën e varrit me të përgëzue, me të dhanë myshde, se pun t'i ki mirë, dhe se ja sëd është fillimi asaj dite që t'ka premtu Allahu për të kohë të gjatë. Atër kur e sheh ky i bekuar të gjitha këto të mira, thot, o Zot, bën kiametin. Në mënyrë që të kthehem të familja jem dhe pasunia jem. Të bashkona prap me të dashurit e mi, e ta shahat mirë që ma paske kriju dhe ma paske ruajt edhe rezervu në gjenet atje, sepse këj pata shatë të mira që ka kriju Allahu në gjenet e lypë sa ma shpejt me u bë kiameti. Vazhdon hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por tashmë për qafirin Allahu na ruajt prej kufrit. Thot, dhe robit qafir, jo besimtar, kur t'i vije koha me dal prej dynjas dhe me u drejtu më kthy me shku në ahiret, o kthy tashmë për ahiretit e la dynjan, që shthemi ne përdorim plesh një fjalë, o kthy për atovë. O kthy për atovë. Pra nuk ka pun me dynja më, o nës për ahiret, ka met pun momenti, pun qasti, se a i shkaj në botën tjetër. Izbresin atina me lachet prej qilit, su dulvugju me ftyrat zeza. Dhe kanë edhe ato një farë kese, një farë dëqkafi me shtit shpirtin, si që fene sapi shpirtin e gjehnemnis, por e kanë marë prej gjehnemit e jo prej gjenetit. Dhe i rrinë atina larg tashmë sa që shëhsyni njeri ju të larg, e pastaj vjen me laqja vdekjes dhe i ofrohet afer kokës së ti, kresë së ti dhe i thët, o ti shpirti keq,
Dil në hidhrim të Zotit tënë dhe në mallkim të Zotit tënë. Dil. Dhe ai në krejt trupin është i shpërndan dhe i friksuar, dhe e kap e nxjerr me zor. Qysh nxjerret leshi, apo qysh nxjerret një therr e madhe prej leshit lagt, të lagurt, nëse është mbushur krejt me te. Me fjalë tjera, me marr therrën në marr një deg të kaqës, dhe është mbushur me therra plot. Edhe e me kanë e pështjellën me lesh krejt, edhe me lesh të lagt, e me nxjerr që ata qysh e nxjerr. Nuk del pa e bo që ata lesh cop pe cop, me zor del. Pra sikur se shpirti i qafirit kur del prej trupit tina, i ja copton dhe ja dërmon krejt trupin e ti. Është fjala krejt mënyrë figurative, del me vështërsi shumë të madhe dhe ka azab dhe dënim të madh gjatë shijimit të qastit të vdekjes apo të daljes së shpirtit. Por dohet me dal dhe e marrin me laqet, nuk e lojnë as 100 në sekundës, edhe e kapin edhe e fusin atë farkesën që e kanë marrë. Edhe nisen me to drejt qiellit përpjet, dhe atina i vjen një aromë e keqe, me keqa që është një ndonjëherë në tokë të Zotit. Dhe nuk ndodh me taku ndonjë grup prej prej melaqeve të Allahut, të cilat vijnë prej qiellit lart. E ato mos me thonë çka është ky shpirti keq, e këtu me thonë kjo është filani i biri filanit. Një prej emrave të këqij që kanë qenë në këtë dynja, derisa të shkojnë në qiellin e dynjas afrohen afër. Pra takojnë melaqe pas melaqev, dhe ato e pyesin dhe njëjtën pyetje dhe japet njëjtën përgjigje, derisa të afrohen të qielli i dynjas dhe lypin leje me u hap dyrë të qiellit të dynjas. Por nuk hapen dyrë të qiellit të dynjas për ata i cili nuk ka thënë la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Nuk hapen dyrt, pa thot pejgamberi alayhi salam. Pastaj ka lexu pejgamberi ajetin kuranor, la tufattahu lahum abwabus sama. Nuk u hapen atyre dyrt të qiellit, wala yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Dhe nuk kanë për të hyrë në xhenet derisa të futet litari i anijes në birë të gjilpanes. Ajo është e pamundur. Dhe me thonë kur për jetë ata që kanë vdekur jo musliman, nuk kanë me shiju e gjennetin. Kjo është fjalët madhe të Allah Azza wa Jall në suratul Araf, e xheneti është i Allahut, ai këndon në fut në xhenet, dhe këndon ja bën haram xhenetin, e haram ja ka bë xhenetin atyre që nuk thojnë la ilahe illallah. Vazhdon hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot, pastaj thot Allahu Azza wa Jall, shënënja librin e robit tim në xhehenam fi sijjin xehenam, në fund të funit, e pastaj i hudhet shpirti i tina, pra nuk ilshohet ka dale që i ilshohet muslimanit prej qiellit 7 në tokë në varr, por këtina i hudhet prej slarti. Dhe ka lexuar ajetin kuranor pejgamberi alayhi salam, wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama. Dhe ai i cili bën shirk Allahut Azza wa Jall, është sikur se me ra prej slart prej qiellit mërzun tokë, fa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, ose dhe me kap shpeste me coptu me bot cop e cop, ose era atë njeriu me kap edhe me hudh dikon me përplas dikon qatje. Kështu është gjendja e tina që bën shirk Allahut Azza wa Jall. Dhe thot hadithi pejgamberit alayhi salam, atina i kthehet shpirti i tij në trupin e tina dhe i vijnë 2 melaqe dhe i thon çau, ulo, çau dhe ulo.
Pra është për qëllim që thamte muslimani gjatë kësaj periudhe sa t'i kryet atina ceremonia e varrimit. Shpirtin nuk I futet në trup, me momentin që trupi futet në varr, atëherë ja sjell laqet shpirtin e tij në varr, edhe I vinë 2 me laqe tjera dhe I thojnë qau ulu. Dhe I thojnë atina men rabbuk, kush është Zoti yt? Cili është Zoti yt? Dhe ai shkreti thot nuk e di. Dhe I thojnë për çka thu për atë njeri I cili është dërguar te ju? Thot nuk e di. Dhe ndëgjojnë një thërs një zaj cili thret prej qiellit larg, robi jam po rën. Robi jam ka qenë rënacak e ka përgënjeshtruar fjallën e Allahut Azza wa Jall. Fafrishu lehu minan nar, shtrënja një shtrat të xhehenamit. Waftahu lehu baban ila an-nar, dhe qilnja një derë të xhehenamit. Dhe nën trejvia tina nga temperatura e lartë dhe aroma e keqe xhehenamit. Dhe nën 4 ngushtohet atina vorri ti deri sa dojnë me I kup eshtrat e ti. Dhe nën 5 I vjen atina një njeri me një ftyrë të prishtë dhe të shëmtuar, dhe me teshat këqija dhe aromë të keqe dhe të randë. Dhe I thët, kjo është ajo ditë e keqe që ty të është tërhekur vrejtja për ty. Për te, dhe këthët kush jeti, se ftyra jote tregon se po vika me një sherr. Tha une jam puna jote e keqe. E a ka pun më të keqe se sa me I bo Allahut shirk te bareke wa taala. E këj shkret atëherë thët, Rabbi la tuqim as-sa'a, o Zot mos e bë kiametin. Mos e bë, ai pari thon të Zot bën kiametin, ndërsa kjo Zot mos e bë kiametin. Kjo është hadithi I Al-Bara ibn Azib, këtij shokit pejgamberit alayhi salatu wassalam, që e transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si I del njeriu të shpirti dhe çka ndodh me te pas daljes së shpirtit të tij. Pra tham, krejt ehl sunneti dhe xhamati muslimant, konsenzus në ujdi janë unik se njeriu do të llogaritet në varr. Prej haditheve tjera të cilat e vërtetojnë këtë çaucek më lart, është hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, në të cilin thot, dhe robi kur të futet në varr, dhe të largohen miqësia dhe xhamati prej tina, ai I ndëgjon edhe zhurmen e nallmeve të kpuceve tina duke ecur mbi vorre. Dhe I vinë 2 me laqe atina dhe ulin atë dhe I thojnë atina, çka ke thonë, çka thua të në atë njeri që ka qenë që o dërgu të ju? Për Muhammedin alayhi salatu wassalam, thët saj përket muslimanit, thët, ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh, dëshmoj se është Abdullah, robi Allahut dhe I dërguar I tij, dhe I thuhet atina, shiko vendin tënë në xhehenem, dhe shefa I në xhehenem, e pastaj thuhet, ta ka ndru Allahun vendin tënë me xhehenem, ta ka qunë xhennet, dhe e ra e shef. Edhe në vendin xhehenem ku ka pas me shku, mos ta kishte besu pejgamberin, po edhe shë vendin e vetë pastaj në xhennet ku ka me shku, pasi që ka besue pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në hadith tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që është mendoj hadithin njohur të shumë musliman, pejgamberi me disa shok të tij ka kalue pran 2 vorrezave dhe ka thonë, këtu 2 vorreza gjithsesht banor të këtyre 2 vorreve janë duke u dënuar, duke shijuar dënim, por jo në ndonjë punë të madh. Njëri prej tyne nuk është ruajtur kur ka orinuar,
ndërsa tjetri prej tyre i ka bajt fjalt mes njerëzve, dhe pastaj ka thonë ma sillni një deg të hurmes, një deg gjallë të hurmes, njom dhe ka marrat edhe ka qanë në 2 pjesë, edhe ka fut në njërën pjesë në njërën varë, dhe tjetërën pjesë në varën tjetër, dhe ka thonë ndoshta, shpresoj te i madhi Allah, që t'ju lehtësohet atyre dënimi deri sa t'janë njoma këto 2 deg, për hir të tasbive që e bojnë pemt e njoma sepse janë të gjalla. Pra lajmet të cilat tregojnë akhbart, haberet, gjurt prej pejgamberit dhe sahabëve radiallahu anhum janë të shumta që vërtetojnë jetën në varreza. Shkojmë edhe pak para dhe me tutje dhe flasëm për jetën në varreza dhe themi se llogaria e cila bëhet në varr është edhe për trupin edhe për shpirtin bashkë për të dyjat, sepse hadithi ke i qartë më heret, i kthehet shpirti i tij në trup dhe i vin me laçe. Pra bashkohet shpirti me trup, por qysh bashkohet shpirti me trup, ne nuk e dim, sepse është jetë e veçantë dhe mënyrë e veçantë e të bashkuarit shpirtit me trup. Dhe ne kemi thënë edhe më herët, po edhe këtu vlen të ceket, se shpirti me trup i ka 5 faza. Faza e parë kur bashkohet shpirti me trup është gjatë embrionit në barkë nanës ende pa lindur. I gjallë ka shpirtin edhe ka trupin. Pastaj trupi bashkuar është me shpirt, apo shpirti me trup thuj si të duash gjatë jetës atë është në këtë dynja. Gjendja apo pozita, situata e tretë është kur është në gjumë. Janë kontakt, por edhe nuk janë kontakt. Janë bashk edhe janë dam. Është jetë e veçantë e njeriut kur është fjet që është tepër vështirë me komuniku dhe me spjegu dhe me kuptu, se është diçka e veçantë. Dhe në 4 është bashkimi i trupit me shpirtin varreza. Dhe në 5 apo jeta këtyne 2 krijesave të bashkuarit e tyre në varr dhe 5 të bashkuarit e tyre në ditën e kiametit kur do të ngjallen, që më nuk do të ndahen asnjëri prej tjetrit. Pra në varr futet shpirtin trup dhe llogaritën dhe shijojnë që të dyja bashk edhe dënimin edhe kënaqësinë sa të janë varr të dyjat bashk. Dikush mund të thot, po mirë, vorri, po përmendet shumë herë, e ata të cilët nuk varrosen fare, por digjen, humbin, bohen hi, i han shtaza eger, e tjerë, letë ndodhë që ka të ndodhë me njeriu, me trupin e tij, ai nuk mund të shpëtoj dënimit madhët Allah, apo shijimit kënaqësisë jetës varreza. Është e pamundur me shpëtu. Nuk është më rëndësia futet në det dhe mbetet fund detit, apo digjet krejt dhe bëhet hi, po qaj hi është substancë, është pjesë e trupit tina, nuk humb trupi. Objekti nuk humb nga ana fizike, nuk humb, shëndrohet për një gjendje në gjendjen tjetër, shëndrohet nga gjendja e ngort, në të lëngët, në të gaz, dhe kthehet në anasjelltas me humb, nuk humb. Kjo është e vërtetuar edhe në mënyrë shkencore, nuk humb ajo. Çkon ka çkon nuk humb. Andaj në qatë thërmia dhe qatë substanca për qatë gjendje që është shëndruar qaj trupi i tina, qatë kom ja që Zoti Azza wa Jall shpirtin dhe kom bashku me të bashk edhe kom e i shijue dënimin apo shpërblimin edhe para sajna llogarinë në varr. Nuk ka mundësi me i ikë në asë një mënyrë asajna, asë një herë. Dënimin varr është hak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lënë një herë pranë varrezave të mushrikëve dhe Allahu ja mundëson me i ndëgjue kë vujtjet e mëdha dënimin që janë duke përjetuar i dhujtarët paganën vorre. Dhe u thot shokëve të tij,
Mos më pastu që s'muni me përballu dhe me duru. E kësha lutë Allahun ju me ndëgju, por është haran për juve. Është haran sepse njeri ju din me kujtue edhe të kaluaren, nuk e harran, dhe i nxihet jeta dhe mës mund t'jetoj, e Allahun nuk dënë robit tina mja nxi jetën këtë dënja, mja bo parazit, mja paralizu jetën. Jo, aj ka me jetu, por dohet me besu këtë msheft. Për arsye përdere sa hajvant, nuk din me imaginu këtë gjana, Allah ka mundësu me ndëgju, që shka në hadithe ndëgjojnë qafirat dënimin e njeriut në varë dhe brimen e tina. Pastaj, mja kanë mundësu Allahu njerëzve me shiju, gjithësisht me kuptu, jo me shiju, inshallah s'na mundësën, por me kuptue, apo me ndëgjue, apo me pa, dënimin e në vërreza, mirë ku mbetet urtësia e besimit në të msheft. Ne musliman dallohemi prej njerëzve tjerë se ne e besojmë el gajb të msheften. Dallohemi për njerëzve tjerë. Ne e besojmë të msheften. E kem besu Allah në hak, nuk e kemi pa. E kem besu pejgamberin, nuk e kemi pa. E kem besu Isën e Musën, Ademin e Ibrahimin e të vratin e Injilin, se kemi përjetu kur kanë zbritur. E kemi besu dhe besojmë Koranin, nuk e kemi përjetu ka zbret. E kemi besu që ekziston xheneti, xhehenemi, ringjallja, ditja e kiametit, si kemi përjetu. E kemi besu se kemi shpirtin, nuk e shofum. Dhe kështu me radhë që quhet botë e msheft. Pra dhe jetan vërrezas botë e msheft. E musliman ndallohen me te. Po mos tishte e botë e mshef, gjithsesi tishte e dukshme, atë do të ishin tonë njerëzit barabartë. Dhe Allah nuk dën t'jenë barabartë, do të ndallohen njerëzit me diçka. E të bojnë gara njerëzit. Dhe dallohen një musliman me çështjen me të besuarit në të msheft, dhe besojnë sepse kanë besuar atij që e flet hakun. I kanë besuar Allahut dhe kanë besuar Resulullahit, të dërguarit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Shkojmë me tej se kem disa pika, mundohemi të shkurtojmë pak, sa i përket jetës në vërreza. Llogaria në vërreza është për krejt njerëzit. Allahu alem, për të gjithë musliman dhe jo musliman, për të gjithë. Për punë të fëmijëve, kanë thënë ulemaja, a është a thua edhe për fëmija nuk është? Allahu alem. Allahu alem. Nuk ka argumente që i preashtojnë fëmijët, por argumentet për gjithshme tjera, se fëmija s'ka ngarkese, kalemi nuk shkruan për te, nuk llogar nuk ka, se s'ka, nuk është i ngarkuar, ndoshta këto e pëllojnë. Llogarinë e tina në vorre, Allahu Ta'ala a'lam, Zotë din më së miri. Dënimin varr, a është i përhershëm deri në ringjallje, apo është i përkohshëm, kjo varet prej llojit të dënimit. Ka dënim në varr i cili nuk ndërpritet derisa të vijë ringjallja, ku fillon pastaj llogaria dhe dënimi tjetër, ditën e kiametit. E që është fjala për Firaunin dhe popullin dhe familjen e tij që ka cek Kur'anin, që lexuam jetën më herët. Deri në ditë kiametit pa thot Allahu. Ndoshta ka edhe të tjerë, e i bie që fart me shijue dënimin deri në ditën e kiametit. Ndërsa ata që shijojnë dënimin varr përkohësisht, janë disa musliman, të cilët janë të ngarkuar me mëkate në këtë dynja, se që ishte fjala të në dy personave më herët, ku njëri prej tyre e ka bo këtë, njën e ka bo atë. Nuk kemi argumente se këty një vazhdojnë. Ndoshta, sikurse në botën tjetër, ku futen xhehenem në numër i muslimanëve, po pse futen xhehenem nuk rrinë për gjithmonë, rrinë si mbas peshës së mëkatit që e ka bë. Nëse s'ja falë Zoti. Edhe këtu dënohet në varr një kohë, tash fjala për musliman, si mbas peshës së mëkatit të cilin e ka bën këtë dynja, dhe përzullohet pastaj ai dënim. Allahu alem, gjithashtu.
Po mirë, kur rrin shpirtat pasi të vdes njeriu? Shpirti futet në trup, llogaritet, po nuk rrin gjithat. Nuk rrin shpirti gjithë trup. Për atë arsye ulemaja kanë folë lidhje me këtë, edhe puna e shpirtit është krejtë e msheft, yeseluneka anir ruh, qul ruhu min amri rabbi, të pyesin ty për çështjen e shpirtit, thuaj është e msheft, është çështje e Zotit tëm. Wa ma utitum min al-ilmi la qalila, ju është dhënë nga dija vetëm pak. Pra pak në përgjithësi, po për shpirt edhe më pak. Dhe s'më rrivesh kur gjë. Për punë shpirtit që është diçka e pakapshme dhe pa perceptuar. Megjithatë kanë folur për punë shpirtit, ku është ky shpirt? Dhe kanë thënë shpirtat e muslimanëve janë xhenet, shpirtat e xhenem e qafirave janë xhenem. E ka për atyre që kanë thënë shpirtat e xhenetlive janë të dera jashtë xhenetit për afër, por e shijojnë të mirat e xhenetit, e shpirtat e qafirave janë afër xhenemit dhe i shijojnë të keqen e xhenemit. E kanë thënë janë afër varreve, jo disa tjerë janë shpirtat e xhenetlive janë në një vend caktuar, shpirt xhenemlive në vend caktuar. Mendime të lloj-llojshme kanë dhënë Allahu Teala alem. Për disa i kem disa hadithe si punën e pejgamberëve që shpirtet kanë në xhenet, punën e shahidave shpirtat në xhenet, punën e disa shpirtave të shahidave që rrinë te dera e xhenetit për shkak të ndonjë sifat, ndonjë mëkate apo ndonjë obligimi si punë e borxhit. Përndryshe nuk kemi diçka të qartë pse ku shkojnë bashkësakt shpirtat kur janë në botën tjetër. Masi të vdesim, dalim prej kësaj bote. Është interesant puna e dënimit dhe shijimit kënaqësisë Zotit të në varr. Në thamë se varri është kopsh prej kopshteve të xhenetit apo bashkë për bashkëve të xhenemit, grup i grup të xhenemit, në mënyrë figurative shihen të mirat e xhenetit dhe shihen të këqijat të xhenemit. Është interesant se me sytë njerëzve në sytë njerëzve, sa do njeriu më mundu me kuptu, pa dhe me fund të një kamerë të vogël mrena në varr, nuk kupton kurrë. Imagjino varri ti është i mbushur me zjarr. Me zjarr. Ai kallet, varri rreth zjarr, nuk e vren njeriu. Sepse dhe zjarri i varrit nuk është si zjarri kësaj dynjaje. Ai më i rand. Po dallon natyra e tij prej natyrës të dynjas. Dhe është botë tjetër dhe nuk e vren. Nuk e vren. Allahu po thot për Firaunin se dënohet në varr. Po trupi Firaunit sa do është mëze, nuk kanë varr, mi varr. Po shkon e kqyr, nuk vren diçka që është të dënu. E tash, ajeti çka po thot, dënohet. Po ti nuk e vren. Nuk e vren që është dënohet. Sikurse që nuk e vren kur t'jap shpirt, qa është të hiek. I mshil sytë, thuk Allah e dha shpirtin. A hadithi për thët, me qenë qafer, sikurse me nxirr në therë të madhe, me plot në deg, me plot thera dhe të mbushne me lesh. Qysh është me nxirr. Ti nuk e vren. Dhe jo vetëm kaq, po mund t'jenë dy njerëz të njëjtin varr dhe njëri musliman e tjetri qafer, këtina i vinë për të mirave të xhenetit që të ceken, këti të vinë për të këqijave të xhenemit që të ceken, askë nuk e ndjen këta, askë nuk e ndjen këta. Për atë arsye kanë thënë si Ibn Taymija rahmetullah alaihi dhe të tjerë kanë thënë, sikurse njeriu kur flajt, flan me gruan e vet në shtrat apo me shokun e vet afër, janë sa më rëndësi me kanë afër të do të flajnë. Ky është ëndër të mirë o kënaq, ky është ëndër të mërrohet. Për ëndrës ti nuk ka përjetu kur gjë. Po edhe ky për ëndrës ti nuk ndiku kur gjë. Të njëjtin vend, 1 metër katror, kanë ndodhur dy gjana të mërshme apo të ndryshueshme 100% njëna me tjetrën. Njëna gëzim i madh, i kënaqësi, tjetra të merr edhe azab. Pse për veti, pra edhe në varr këtina i vjen kënaqësi, këtina i vjen dënim. Trupat në shpirt, trupat në varr, pra shpirti del, kanë rikthehet. Tash edhe mos të kthehet një lidhje pa çare do të më pas me trup, sepse kur t'jap selam, e nin selamin, gëzohet që t'jap selam, kur të viziton varrezat,
e kupton që e ke vizitu, e s'ka mundësi me kuptu pa pasur shpirti lidhje me trup, e kupton e afërmit që ke vizitu, po e kupton ai ka një far lidhje, po qysh nuk e dim. E trupi vjen duke kalbër dhe shndrohet substansat dhe jo të krejt. Përpos trupeve të pejgamberëve, që pejgamberi ka thënë sallallahu alaihi wasallam, Allahu ua ka bërë haram, ja ka bërë tokës haram me hongër, me harxhue trupin e pejgamberëve. Dhe me thonë ata në vorën gjallë, qysh kanë qenë këtë dynja, trupat e ty nuk prishen. Trupat e tyne nuk prishen. E sa i përket trupave të shahidave, nuk ka argument në Kur'an, as në sunnet të pejgamberit alayhi salam, që trupi i tina nuk ka lbet. Por, praktika ka vërtetuar në vendet të ndryshme të botës, se trupat e shahidave qëndrojnë gjatë, pa o kalbur. Tash, a është se Allahu dën me ndëru dhe mos me i kalb me njerë se kurse njerës të tjerë e milan ma gjatë? E pastaj kjo ma gjatë, edhe kjo si mbas peshe se shahidi, se nuk janë ta njëjtë. Nuk është i njëjtë shahidi i cili e nëzani vdekja në luft, po si dyqysh na i si në fund që atje. Nuk është njëjtë shahid me ata i cili është në vit part frontit edhe kryt përpjet nuk e ullë të poshtë. Që shka në hadith pejgamberit alayhi salam, Allahu azza wa jall kesh me një rob të tij i cili është në vit part frontit edhe as nuk e ullë kryt poshtë, bila thotë, kur na vitutën, plumit apo sa kom jetën, shpirtin ndor plumit tonë. Drejt përpara armikut, po e ka vdekjen edhe vdes. Nuk është njëjtë. Nuk është një shahidi cili vdesën në ujë duke luftu me shahidin cili vdesën në tokë. Se shahidi që vdesën në ujë është shahid më i lartë. Pra, ndoshta edhe si mbas peshës që ka shahidi, edhe zhatet trupi i tij në varr pa u prishur. Allahu Ta'ala alem, kjo ishte në të rëshpika të shkurtura shumë, që ka mund të thuhet për jetën e varreza dhe për llogarin. Allahu na lehtësoft, ja Rabbel Alamin, me dal për kësaj dynjaj me faqe të bardhë, e me na marr shpirtin me lehtësim, duke na përgëzu dhe duke na dhanë myshde për xhenet. E na lehtësoft llogarin varr, e na boft varrin bashkë për bashkë të xhenetit, e jo grupi xhenemit. Ja Rabbel Alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadin.